10 pacientë janë operuar pa pasur nevojë për ndërhyrje kardiokirurgjikale dhe kardiologjike në institucionet shëndetësore në të gjithë vendin. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se te Komisioni i Brendshëm janë dorëzuar gjithsej 25 raste. Nga të cilat u konstatua se 6 nga ato raste duhet t'i përcjellen Inspektoratit Shtetëror Sanitar, Shëndetësor, pasi komisioni nuk ka kompetencë për to. Janë analizuar 19 raste dhe nga ato 19 raste, 10 për tyre komisioni ka konstatuar se operacionet janë kryer pa nevojë ose pacientët janë referuar për operacion pa indikacione të mjaftueshme. Kryetari i komisionit Dr. Zharko Hristovski tha se ky është një raport paraprak jo përfundimtar dhe se në fazën e dytë së bashku me ekspertë nga jashtë do të shkojnë dhe do të analizojnë punën e të gjitha institucioneve në të gjithë vendin që kryejnë ndërhyrje kardiovaskulare. Кога завршиме со се, ќе побараме комплетен увид во медицинската документација кој што подразбира уште малку подлабоко навлегување во проблематиката за секој поединечен проблематичен случај. Тоа значи е првично на основа на што можеме сега да изработиме и заради тоа излеговме пошто знаеме дека е голем интерес на јавноста, меѓутоа нашата работа треба да заврши со професионален извештај кој што ќе даде комплетна сеопфатен приказ на секој поединечен случај бидејќи се работи за човечки животи и не само за финансиски средства. I pyetur për gjendjen e pacientëve dhe se për cilat institucione bëhet fjalë, Hristovski tha se nuk është as korrekte as në aspektin etik e ligjor që të zbulohen në këtë fazë. Për këtë reagoi opozitarja LSDM, duke thënë se publiku duhet të di cilat klinika dhe mjek kryejnë operacione të panevojshme. Si është e mundur që operacionet janë kryer pa nevojë dhe në të njëjtën kohë raporti nuk është përfundimtar? Nëse është përcaktuar tashmë, nuk ka arsye të mos shpallen gjetjet që ai vetë pretendon se janë përcaktuar dhe hetimi mund të vazhdojë më pas. Kjo është një sjellje jashtëzakonisht jo serioze nga Aliu për një skandal të madh për të cilin nuk duhet të ketë asnjë pikë dyshimi se diçka po fshihet ose manipulohet. Ndryshe, komisioni u formua pasi kirurgu kardiak Dr. Sashko Kedev në një intervistë për Kanal 77 deklaroi se disa spitale private po kryenin ndërhyrje të panevojshme për fitim, duke përfshirë stentim dhe operacione të panevojshme.